Bashkimi Evropian kërkon një koordinim më të mirë mes institucioneve të Kosovës dhe autoriteteve lokale për çështjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic, e cila vijon të jetë mbyllur për automjetet. Zëdhënësia e Komisionit Evropian Anita Hiper tha se qëndrimi i Brukselit për këtë çështje mbetet i pandryshuar. Hapja e urës duhet të shoqërohet me koordinim institucional dhe konsultime të mirëfillta mes palëve. Ajo që kërkojnë gjithashtu është që policia e Kosovës të garantojë sigurinë e të gjitha komuniteteve në përputhje me parimet demokratike, të drejtat e njeriut dhe sundimjen e ligjit në mënyrë që të gjithë të ndihen të sigurt. Aktualisht ura është e hapur për kombësor, por jo ende për qarkullimin e automjeteve. Ne kemi bërë vlerësimin ton, janë ndërmarr hapa në këtë drejtim dhe qëndrimi ynë mbetet se ende presim koordinim efektiv dhe konsultim kuptiplota, të cilat duhet të përmirësohen. Deklarata e Brukselit vjen pas njoftimit të KFOR-it për nisjen e tranzicionit gradual të pranisë së përhershme ushtarake në urë. Misioni NATO-s ka sqaruar se çdo proces nuk nënkupton tërheqjen e plot nga zona. Trupat mund të shtohen sërish nëse vlerësohet se paraqitet ndonjë kërcënim për sigurinë. KFOR-i do të vijojë të mbajë një prani të dukshme si në Mitrovicën e Jugut, ashtu edhe në atë të Veriut, edhe në pjesë të tjera të Veriut Kosovës. Ura në Ibër është një prej pikave më të ndjeshme në veri të Kosovës. Pas përfundimit të luftës në vitin 1999, ajo shndrua në një vijë ndarëse mes dy komuniteteve dhe ndër vite ka qenë skene përplasjeve dhe tensioneve të përsëritura. Pikërisht për shkak të ndjeshmërisë së saj politike dhe etnike, hapja e plotë e urës për qarkullim mbetet një çështje që kërkon koordinim të ngushtë institucional dhe garanci për sigurinë.